Mrena javës ndodh minimumi deri në 30 herë rrymat në olët. Çdo ditë në olët. Unë jam drejt shkatërimit, drejt falimentimit, u kupton? Përveç do të një para pjesë më me ditë, sigurisht ndodhin prishje. A mos zdia ju do e pati dy gëllën që është biznes, zdia mund është me po faturën që jashtë 4.000 dhe 5.000 euro në muaj të rrymë. Sa punëtori ki? Po jemi 20, 22, 19 cilëmi. Po që pas ke edhe punëtor janë nismi 3 herë e fshimi një vend që pa pas nevojë vesh me fshijat, me shuko. S'kam punu kur gjë për shkak të rrymës. Po. Ku shka nej? Shka nej, shumë. Ka rasën ashtë që shkon me humbje mbi 5.000 euro në muaj. Me një pagë bazë, po thomi, hajde me 500 euro, pjestoja herë 20 ditë. So i del një ditë, do në që ndërrimi parë shkoj tash, ata s'kan punu asë një punë. Përshëndetje Borem, jam Gjevdet Neziri nga Gjilani, kam një fabrik të plastikës me mbi 17 punëtor, punoj 3 ndrime, rryma ndalet me shumë se 2 vjetë në zonën ku jam me fabrik. Çdo ndalje mua më dëmton 300 deri në 500 euro. Jemi me shpenzime mujore mbi 30.000 euro në muaj. Jemi në hall të madh. Na duhet ndihma e fundit e mediave të bëj ndonjë skandal. Hajde shkojna e gjejna rrugës, i thojnë Angjilan Qenka. Te Pozhegu Brothers, siguroni ju që doni me investu në patundshmëri, qoftë banesa, qoftë shtëpia, siguroni me vizitu te pozhegubrothers.com edhe këshirni super oferta që i kanë. Erdhëm te fabrika e prodhimit të qesave të Pani. Nuk është Pani politik, është emri i fabrikës, këto jena me Gjevdetin, i cili është pronar qyshe. Qysh po kalon Gjevdet? Mirë, me shnet mirë, po shka me thonë, rryma është të nga dëmtu jashtë zakonisht shumë. Sa pjo dëmton? Po tash na me plastik shka punu me, qofë se vesh 1 minutë në allot rryma, neve dhe në 3 orë në këthën bropa. 3 orë? Edhe shpesh ndodhë për shembull rryma në allot dhe në 10 herë më në ditës pa paralemërim pa kur gjë. Po thomi sot, ka njoftu që nalët rryma. Tash është ora 3:20, po thomi halo rryma s'ka arë. E do me thonë, gjdo ditë është që kjo realiteti jotë? Po tash, mos thomi gjdo ditë. Po mrena javës ndodhë minimumi deri në 30 herë rrymat nalët. Kam edhe emaila, që ju shkruj këtë si tonë kohën, i thjerë një telefon, shumicën e bisedave, kom t'i njëzume, ata realisht tallën me neve, bojnë hajgare. Thojnë është gjë normale, më të nëllë rryma. Orna. Në Bresalë të Gjilanit, unë alë rryma që 2 herë së do të nëllë rryma, edhe çdo ditë nëllët ka 2 herë, 3. Talja Bresalë që është, dhe më thonë prishje, ekipa e në të intervenu në atje, sigurisht kanë tentu me kyç daljen, po që ka funksionu, jenë të punu ende. A më çdo ditë nëllët ka 2-3 herë rryma. S'di, a është normal, me një vend normal, më të nëllë rryma 2-3 herë në ditë. Përveç do të një para pjesë më me ditë, sigurisht ndodhin prishje. A mos zdia ju do e pati dy gëllën që është biznes, zdia mund është me po faturën që jashtë 4.000 dhe 5.000 euro në muaj të rrymë. Po të kuptoj zot një, po prishet nuk parashikohen. A mos çdo ditë prishet, çdo ditë në olët. Unë jam drejt shkatërimit, drejt falimentimit, u kupton? Janë shumë katë zot një, po është prishet nuk i planifikojnë. Realisht rjeti janë shumë i gjanë, kesi që është arsyetohet, kja dalja zona 5 e Gjilanit, i thonë, këta dalja Bresalcit, si rjetë është shumë i gjanë, ka shumë fshatra. Ka rjetë në për male, për shembull. Ka na i fryme vogël më kanë një rryma në nalët. 95% plastikës e grumbullomi, e riciklomi edhe e kthemi në produkt final. Punoj me amballazha ndryshme, po edhe me qese plastike punoj. E qartë. Gjevdet, do me thonë që to që tashti që shpeshot, që tash s'ka rrymë? Tash s'ka rrymë. Qka bojnë tashti pëshot që pas ke Po edhe tash, për shembull, punëtor janë nismi 3 herë e fshimi një vend që pa pas nevojë vesh me fshijat, me shukohen. S'kemi shumë e vonë. Na jemi me kredia, me paga mujore, me shumë obligime, kemi shumë problem me ja dalë kështu. Sa punëtori ki? Po jemi 20, 22, 19 cilëmi, rreth 20 punëtori jemi. Punomi 3 ndrime, këtë biznes e zhvilloj prej 2011, ose 14 vite, shumë e thonë. Realisht jo ndalë, tash është pa rrymë s'mujna me kur zho. Tash është me generator, është shumë problem me ja dalë, me punue. Se simboloj as 20% shpenzime, nuk është që bëhet me generator, po thome. Se vesh kompresori i ajrit që është shumë si bazë, është 30 kW. Tash mashina riciklimit është 70 kW, mashina printimit është 65 kW, adin është shumë. Po thome punimet planifikume, mrena mujit, kusho 4 ditë në hupin, zakonisht punimet planifikume ja fusin prej orës 10 para dite deri në ora 3. Që tash sa është ora? Tash ora 3:30 është, me njoftim, kanë edhe njoftimin faqe zyrtare, tash është 3:30, rryma hala s'ka orë.
Edhe e keq që janë kur nalët pa paralajmërim. Se për shembull kitë tash makinat janë me servomotore, janë digjitale edhe na sjell shpesh probleme. Edhe kemi shumë problem servisimin. Ka raste na që shkon me humbje mbi 5.000 euro në muaj. Për shembull ky muaj mund ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. 5.000 euro, 22 Minimumi po thome, kupton. Na kemi arrit domthon prodhimin e jashtëm se plastika ka ardhur kryesisht prej Serbisë. Na sot jemi shumë më të fortë se po thomi në industrinë tonë plastikës, shumë më të fortë se Serbia. Okej. Po, s'po di çfarë më thonë, vërem nuk është edhe punëtorët besoj që s'kanë qef më në rrymë. Vërtet se s'rrihet në orë të punës, pa bu kurrë. Shumë problem është. Tash këtu makina janë të ftofta, tash duhen edhe 2 orë për më nxej. Prej korrikit me se a di one, sa herë nol rryma i më shkruaj email. Ata asnjëherë të vetme nuk kthejnë email, kupton. Tash kur ti thirr, ata realisht bëjnë hajgare me neve. Se qa thoj? Po thojmë për shembull, ka frymë shumë, tash frymë shumë ka kur të thomi urxot një qati, shemët thejet një lesë, s'po di çfarë më thonë, është një herë e vogël, neve na nol të rryma ka. Edhe thojnë është gjë normale, më nol rryma. Tash gjë normale na është në Afrikë vëlla më don rryma për një frymë të vogël. Jo është një frymë, unë ku e kam shtëpinë, kam tjetër në pjesë qytetit e kam shtëpinë, atje kam rrymë këtu nolë 10 herë po thomi mbrana ditës, a kupton? Na s'po domi me na bëni një Kosova zhe, po thomi, një termocentral të ri pjesën tonë. Këta mujnë me bën ndarjen. Për shembull çka zona jon, jemi me 10 biznese. Na, për shembull në kafe, kemi diskutuar si parafërsisht jemi mbi 5.000 punëtorë veç të dalje, sa rreth nolë të rryma jesmi pa punë. Realisht që 2 vjet jam këto, këtë zonën. Gjithë ka qenë qështo? Gjithmonë është qështo. E thirë kecën edhe i thu, ku jeni të e rregullu rrymën, apo kupton? Thojmë s'kemi drejt me dhoni informacion. Llogaritë çfarë po ndor, veç llogaritja po shtohemi me një pagë bazë, po thomi hajde me 500 euro pjestoja herë 20 ditë, so i del një ditë, apo që ndrrimi i parë shkoi tash, ata s'kan punu asnjë punë. Do të thonë ndrrimi i parë që janë kanë sa punëtor? Po janë 9 punëtorë më duket. Edhe s'kan punu kurrë për shkak të rrymës. Po. Kush ka nej? S'ka nej, ç'më vë. Na rrymën pa rrymë s'ujna me asnjë gjë, kush gjë s'ujna. Është si varrez kjo, kupton. Tash unë kam marrë me një pikë që punën e kam top, o të më hec puna mirë, edhe më morrit shumë më shumë, tash është faktor domthon kecja rryma, s'po di kam e fajsue. Edhe unë s'po më zhvillue. Nëse nuk është kur gjë humbja është që tash na rryma. Që ardh si tash ta? Tash të kallën alarmët, shpesh ka ndodhur, shumë shpesh ka ndodhur, me pas defekte. Sa do të me qenë këto? Si pas... 220 ato a kuptojnë kejt, besoj kitë banorë që do të më 220. Një fazë është 192, tash një fazë tjetër është 190. Që shmurë të e më bonsione, për shembull, po më vjen një 18 vjeçar këto. Çfarë motivi është për ata, kur të më shef mu të hek, që sa jam të punu, a je din që sa punoj, sa në pinë 7 vishë, në 10 ku që të shpia. Na ditën e djeshme kur e kemi gjiru edhe storien që e pat, kemi kontaktu me Eminin i cili është koordinator në KEC për zonën 5, do me thonë për zonën e Gjilanit, ku përfshihet edhe zona 5 në dalje të Bresalcit. Mirë po, a i refuzon me pranu që ka reduktime, thot veç kur ka planifikim si pas njoftimit. Mirë po, në bas të asaj që ka na thot pronari i kompanis, këto planifikime ndodhen derin 30 herë në muaj. Do me thonë, gjë që është e parësyshme, plus e pat është që 2 vite, kjo situatë që 2 vite a i ka dalë me lokacion aty me fabrikën e ti, dhe që 2 vite ka reduktime të vazhdushme. Tashti që kena me bona me këshillën e Eminit, kena me nis një email e cila sigurisht kom me na u kthy shumë me vones edhe nuk kom me pas kur far reagimi ekstra që shpo ndodh vazhdimisht. Do me thonë nën sens edhe me debatu ka një herë me ta, kështu që po e nisim na një email, po e presim përgjigjen prej tyne, edhe na normalisht na kena me bo një follow-up të stories në pjesën e dytë, kështu që mos harroni, unë jam Burim Pacolli, siguroni me ma bo follow në krejt platformat ku do që jeni jo, jam edhe unë prezent.